Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa atamu taslim ala sayyidina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. S'ka dyshim se të gjitha falenderimet janë për Allahun Azza wa Jall. Me emrin e Zotit fillojmë, mëshiruesit, mëshirbërësit, atë falenderojmë. Falje dhe ndihmë kërkojmë për Allahut Azza wa Jall. Përshëndetjet, salavatet, i dërgojmë i më të mirën e krijesave, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mi familjen e tij të ndershme, mi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Allahun Azza wa Jalla lutim na mësoj rrugën e drejtë, na i tregoj atë ashtu siç është hak e vërtet dhe ta ecim me të, ta njohim dhe të vazhdojmë me të. Dhe Allahun Xhele Xhelalu e lusim na i tregoj rreziqet, ato që na dëmtojnë, ti mësojmë ato dhe të largohemi prej tyre. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen më të bukur, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja ku mblodhme sot, elhamdulillah, me lejen e Zotit Xhele Xhelalu, sa asgjë nuk ndodh pa vullnetin dhe mirësinë e Allahut Xhele Xhelalu. Allahu Azza wa Jall na e mundsoi të mblidhemi sot në shtëpinë e tij, në këtë mezhlis të begat, të bereqetshëm, sepse mezhliset ku përmendet Allahu Azza wa Jall i rrethon mëshira e tij, Allahut, i rrethojnë me lajket e Allahut. Dhe janë, s'ka dyshim, pra janë mezhlise të hajrit të bereqetshme. U mblodhëm dhe do vazhdojmë sot edhe sot me vargun e ligjëratave, fragmente nga jeta e sahabëve, ku kemi folur për sahabët më të rëndësishëm, për Khulefa Rashidin e Mehdijin, pra khalifët, prirsat e drejtë. Folëm për 3 khalifët e parë në ligjëratat e mparshme, dhe s'ka dyshim që sot do të flasim për khalifin e 4, pra khalifin e 4, prirsin e 4 prej prirsave të drejtë, dhe ai është Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me ta. Aliu lindi në vitin 23 para Hijrit, pra para emigrimit që kreu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij për Medinë, që aty filloi dhe kalendari islamik, kalendari Hijri, ose viti 600 sipas erës sonë. Dhe ndroi jetë Aliu në vitin 40 Hijri, ose 661 tek viti sipas erës sonë. Aliu radiallahu anhu bën pjesë tek ajo kategori njerëzish apo sahabësh që janë shtresa e parë e transmetuesve të Islamit. Pra Aliu është për atyre që ka transmetuar këtë fe, ka transmetuar hadithe, dhe thuhet se ai ka transmetuar rreth 586 hadithe profetike për nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Emri i tij është Ali ibn Abi Talib bin Mutalib dhe është nga fisi i Benu Hashim ose i Kurejshve. Është prirsi i besimtarve, si tham khalifi 4 prej 4 khalifëve të drejtë udhëzuar. Është dietar i madh, poet i madh, hafiz, është një prej 10 personave apo sahabëve të përgëzuar me xhenet në këtë dynja. Dhe është një prej 6 këshilltarëve që caktoi Umeri radiallahu anhu, pra një prej 6 këshilltarëve që e caktoi Umeri, të cilët këshillonin khalifin
apo krye qeveritarin e shtetit islam, kur pejgamberi s.a.s. pra ndëroi jetë. Ai ka qenë djali i xhaxhait të pejgamberit s.a.s. Po ashtu edhe dhëndri i tij. Ka qenë bashorti i bijës së nderuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Fatimes radiallahu anha, dhe bashkë me dy djemtë e tij, që ishin Hasani dhe Huseini, gëzuan dhe gëzon një presligj të madh të Ehlul Bejti, të familje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aliu ishte hero, trim, ishte prej njerëzve më të shquar dhe siç tham prej dietarëve më të mëdhenj. Ishte besimtar i devotshëm, ishte asket i madh, ishte personi i parë që pranoi Islamin prej fëmijëve, pra në ditën e dytë të shpalljes, teksa flitet, mendohet që ka qenë 9 ose 10 vjeç, pra në moshën e njohur. Dhe ai ka pranuar Islamin menjëherë pas nënës së besimtarve, që ishte kush? Khadija radiallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gruaja e parë. Aliu qoftë Allahu i kënaqur me ta, e mori udhëheqjen e khalifatit pasi u vra Uthmani radiallahu anhu, që folëm për të në dersin e kaluar. Dhe ka qenë viti 35 hijri. Dhe në atë kohë sahabët u vunë mbas për të kapur ata që vran Uthmanin radiallahu anhu, dhe për këtë çështje Aliu u friksua dhe zgjedhja e tij si halif u vonua dhe bëri që të ndryj nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha, se ishte gjallë në atë kohë, dhe të zgjidhet kjo situatë, kjo çështje, dhe një numër i madh personash sahabësh vendosën që të zgjidhej halifi i muslimanëve. Dhe u zgjodh halifi pra Aliu radiallahu anhu, dhe rezidencën e tij e vendosi ku? Në Kufe, në Irakun e sotëm. Pra në krye qendrën e Irakut, dhe thuhet se në atë kohë ai ishte 60 vjeç. Dhe drejtoi Aliu me drejtësi, pra domethënë pushteti i tij shtrihej shumë, por se ashtu siç ndodhi dhe me Uthmanin radiallahu anhu, fatkeqësisht ndodhi dhe me Aliun radiallahu anhu, i cili u vra nga dora gjakatare e sektit Khawarij. Këtu do ndalemi pak, do ta shpjegojmë në detaje se kush janë ata. Dhe ai ishte Abdurrahman ibn Muljam el-Muradiu, që e ka vrarë prisën e besimtarëve Aliun radiallahu anhu. Dhe ishte nga sekti i kujt? I Khawarijve. Khawarijët, të nderuar vëllezër dhe motra, janë një grupacion shumë i rrezikshëm në fen tonë të dashur. Ata pretendojnë se janë në rrugën e drejtë, por se ata janë qenë e xhehenemit. Ashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith të saktë, ata janë qenë e xhehenemit. Ata i sheh dhe në pamjen e parë të tregojnë devotshmëri. Në pamjen e parë të tregojnë devotshmëri për shkak të adhurimeve që kryejnë, ibadeteve që kryejnë, por se ata kundërshtojnë të parin e muslimanëve. Ata vrasin muslimanët. Ata i kapin në rrobë muslimanët, gratë e muslimanëve. Ata e nxjerrin nga feja një musliman që ka bërë gjunah. Kur dihet që nga feja muslimani del në atë kohë kur bën shirkun e madh. Ashtu siç ka thënë Allahu xhele xhelalu në librin e tij fisnik, inna Allaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru duna dhalika liman yasha. Pra Allahu nuk fal nëse ati i shoqëron shok ortak në adhurim. Jashtë kësaj Allahu xhele xhelalu fal këtë donai. Pra sekti Khawarij i bëjnë qafira ata musliman që kryejnë gjunafe, i vrasin, i keq trajtojnë. Atë besimi i tyre, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
del si puna e shigjetës që del nga harku. Ata i shef që e këndojnë Kur'anin, aq bukur thot, po Kur'ani tyre nuk afrohet as ke gjokset e tyre. Ka shumë hadithe për ta, domethënë që ka folur i dërguari i Zotit, i ka përmendur. Kundërshtojnë hapur dhe rreth 6.000 njerëz në atë kohë u mënjanuan dhe kundërshtuan prirsin e besimtarëve. Aliun radiallahu anhu. Dhe në atë kohë Abdullah ibn Abasi, i cili ka qenë dhe djali i xhaxhait pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe i Aliut, një prej sahabëve të njohur, të rëndësishëm, që do të flasim me lejen e Allahut në vijim, sepse ne kemi filluar, siç tham, ciklin e ligjëratave, fragmentin e jetës së sahabëve. I kërkoi leje Aliut që të shkojë dhe dialogoj me ta. Dhe Aliu kishte frikë. Kishte shumë frikë dhe tha, kam frikë se mos do të bëjnë keq, sepse ata janë renegat, janë kryeneç. Ata nëse shikoni një besimtar që vishe me rroba të fisshme, ata e kundërshtonin. Duke harruar që Islami është fe e bukurisë, është e pastërtisë. Pra ata bënin shtrëngim të vetja e vetë, pra ishin ekstremist, ekstrem tek feja e Allahut. Dhe niset Abdullah ibn Abasi dhe vesh rrobat më të bukura, më të mira. Dhe deli pari prej tyre, kur sapo e sheh Abdullah ibn Abasin, i thot, ku shkon kështu me këtë veshje? As të vjen turp? Pra e kritikoi direkt. Dhe i thot Abdullah ibn Abasi, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë, inna Allahe gjemilun wa yuhibbu gjemal. Pra e kam dëgjuar të dërguarin e Zotit, alaihi salatu wasalam, që ka thënë, vërtet Allahu është i bukur dhe e don të bukurën. Që këtu imposhti me debatin e parë, renegatët, dhe dialogoj me ata derisa 4.000 prej tyre, elhamdulillah, u kthyen. 2.000 vazhduan me të tyren dhe u detyrua Aliu që të dërgoj ushtrin dhe ti shfarosi, sepse ishin kancer. Por se nuk u mbyll këtu me kaq, domethënë shfarosi atyre. Atyre 2.000 që ngelen, vazhduan. Dhe ata ishin pra që e vranë Aliun radiallahu anhu në shtëpinë e tij. Sa që u vërtetua hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ti do vritesh dhe të kulloj mje krahët e gjak, Aliu radiallahu anhu. Dhe qeverisja e tij zgjati rreth 5 vjet pa 3 muaj Aliut. Por se kur ndroi jetë Aliu radiallahu anhu, nuk e din të sigurt sepse ku është falur, ku është varri i tij. Pra nuk është e sigurt. Sepse namazin e xhenazes ja fali djali i tij Hasani. Ai e varrosi atë natën dhe mbajti të fshehtë vendodhjen e varrit. Prandaj siç thash, nuk dihet me siguri, nuk ka konsensus një mendje të dietarëve se ku ndodhet. Dhe mendimi është që ai ndodhet në Kufe ose në Nejd ose në Tai, janë qytete afër Irakut. Për sa i përket fizionomisë Aliut, përmendet thuhet që ishte smer me sy të mëdhenj, mbante një shpatë me 2 presa. Ishte i fuqishëm, ushtarak i fuqishëm, Aliu radiallahu anhu. Ndesheshe me të në 2 luftim, ai ishte fitimtar, alhamdulillah. Nuk ishte as i gjatë, as i shkurtër mesatar. Thuhet që Aliu u bë baba i 28 fëmijëve, 11 djem dhe 17 vajza, po jo me një grua të vetme, kuptohet. Aliu ka pasur vlerë të madhe. Për këtë kanë folur hadithe të sakta nga i dërguari i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Për vlerën e madhe që kishte Aliu tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një nga betejat që u zhvilluan muslimanët, pra që është quajtur beteja e Khajberit.
Khajberi është një vend në Medinën e sotme ku në atë kohë banoi nga hebrejnë, nga Çifut. Pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ftoi në Islam, ata, domethënë, i bënin kurthe të dërguarit i Zotit, shkelin marrëveshjet, u detyrua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të luftoi dhe të përzeri nga Khajberi. Dhe këta shkuan në Sham dhe aty u grumbulluan shumë jehud, shumë Çifut dhe mblodhën një ushtri të madhe, shumë të madhe dhe do luftonin muslimanët, që u quajtë si betejë e Khajberit. Dhe një ditë përpara betejës, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot sahabëve, nesër thot ka për ta marrë flamurin ose komandën e ushtrisë muslimane, një prej jush që e donë Allahun dhe të dërguarin e tij, por se edhe Allahu xhele xhelalu dhe i dërguari i tij e duan ata. Tashi Omeri radiallahu anhu, Ebu Bekri, Khalid ibn Walidi, Talha, Bilali radiallahu anhu, mendonin tashi që inshallah o Zot ti jemi ne për atyre. Dhe erdhi dita e nesërme dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ejna Ali ibn Abi Talib?" Ku është Ali ibn Abi Talib? Thanë është i sëmur, o i dërguari i Allahut. Pra sytë e tij i ka me plag, i ka shumë të sëmur, nuk paraqitet dot. Ma silli pranë meje, tha i dërguari i Zotit. Ja sollën Aliun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këndoi ke syt me bështymin e vet se ka pas bereqetshëm i dërguari i Zotit. Dhe u shërua Aliu. Ja dha flamurin dhe i tha: "Sillu drejt o Ali. Gjë e parë që do bësh, ftoj ata jo besimtarët në la ilaha illallah, ftoj se s'ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Nëse pranojnë këtë, atëherë urdhëroj dhe thuaj që Allahu ju ka urdhëruar me namaz, me falje namazit. Dhe dije o Ali, ka thënë, sikur Allahu të bëj ty sebeb, sikur një për atyre, jo besimtarve, të bëhet musliman, është më e mirë për ty se sa devet e kuqe." Dhe devet e kuqe, të nderuar vëllezër dhe motra, në atë kohë kanë qenë pasuria më e vlefshme, më e shtrenjtë, më e çmuar në atë kohë. Pra siç kemi diçka sot shumë të shtrenjtë, të vlefshme, dhe në atë kohë ishin devet e kuqe, ose në një transmetim tjetër, më e mirë se sa dynjaja dhe çka në të brenda. Pra ky ishte Aliu. Dhe e fituan muslimanët atë betejë me lejen e Allahut xhallahu xhallahu. Komandanti i saj, flamurin e saj e mori Aliu radiallahu anhu. Për Aliun tregohet ka shumë, domethënë, tregime në luftë, siç thamë, ishte i pa trembur, sy pa trembur. Njerë thuhet që kur ishte duke luftuar me një armik dhe kur e kishte vënë poshtë për ta vrarë, në atë kohë ai armik e bështyn Aliun dhe ofendon. Në kohën që ishte duke ja prerë kokën. Subhanallahu, atëherë Aliu e la, nuk i bëri gjë. Dhe ky jo besimtari wahabit dhe më mbas e ka shpjeguar Aliu këtë pse e bëri atë gjë. Ky wahabit dhe ran shahadet që nëse unë do të vrisja në atë kohë që ti më bështyve, i tha Aliu, dhe më ofendove, atëherë niyeti im do të ishte prej natit tim, kurse unë këtu po luftoj për hir të Zotit, që të ngrej lart fjalën la ilaha illallah. Pra në poshtë i natin dhe e la, dhe ju bë musliman. Subhanallah. Aliu kishte zgjuarsi të madhe. Ishte i zgjuar, siç thamë, ishte i devotshëm. Sa ka ndodhi, tham, një prej ndodhive tjera është edhe kjo që ishin ulur një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe disa sahabë duke ngrënë hurma në një mezhlis.
Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam donte të bënte shaka dhe foli me sahabët që hajni urmat gjitha shpejt e shpejt dhe bërthamat afrojani Aliut. Dhe ashtu vepruan sahabët dhe tha i dërguari i Zotit, mashallah sa urma pas e ngren o Ali. Edhe Aliu, si shtam ishe i zjuar, tha. O i dërguari i Zotit, unë i kam ngren, ja ku i kam, po ju pas keni ngren me gjithë bërthama. Dhe njihet kjo në histori, domethënë si shaka. Aliu radiallahu anhu ka marrë pjesë në hapjen e puseve për t'u dhënë ujë besimtarëve. Dhe ka bërë një pusë të madh që edhe sot e kësaj dite ekziston në Medinë dhe kush ka shkuar në Medinë e ka vizituar ose mund ta ketë parë, quhet pusë Abar dhe është pusi i Aliut. Është afër xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aliu, siç tham, ka qenë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sepse i dërguari i Zotit ka thënë në hadith të saktë që transmetohet nga Hubshi bin Gjinade, Aliu është prej meje dhe unë jam prej ti. Askush nuk e kryen diçka si dua unë, ka thënë i dërguari i Zotit përveç Aliu. Ndërsa në një transmetim tjetër thuhet që Aliu, që ky transmetohet nga Saad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, që njërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Aliut, a nuk dëshiron të jesh për mua o Ali ashtu siç ishte Haruni për Musajin, pra krau i djathtë. Por se këtu kemi një ndryshim, i tha i dërguari i Zotit. Haruni u bë pejgamber, kurse pejgamber tjetër mbas meje nuk ka. Pra këto flasin hadithet për rëndësinë e Aliut. Ndodhi një fitnë midis Aliut dhe Muawijes në kohën që do zgjidhej Aliu khalif, pra një mosmarrveshje e madhe dhe dietarët thonë që më mirë kjo mos të përmendet, të dy ishin sahabë të nderuar, edhe Muawija edhe Aliu, por se duhet kemi kujdes mos të bijem pre mashtrimeve të kujt të sekteve të humbura që Aliun e transformojnë dhe e ngrejnë më lart se ç'duhet, domethënë e çojnë në gradën e Zotit, Allahu na ruaj, saqë disa sekte të devijuara që i përkasin shijave, rafidhive, e ngrejnë atje që thonë që Aliu është edhe Zot, Zot na ruaj, disa të tjerë thonë Xhebrili haroi, që t'ja zbriste shpalljen Aliu dhe ja zbriti Muhamedit, Allahu na ruaj, kjo është devijim dhe lajthitje e qartë, dhe disa të tjerë thonë që Aliu ka qenë në gradën e Zotit, Allahu na ruaj, apo në disa prej adhurimeve, në thonjza mund të quajmë adhurime që kryejnë ata në kohën që ne, në të njëjtën kohë që ne bijem në teshehud, ne themi tejhatu lillahi wa salavatu, a dis çfarë thon rafidhit, shijat, thonë o Xhebrail pse harove, Zot na ruaj. Kjo është lajthitje e hapur. Allahu na ruaj. Disa të tjerë, domethënë, ngrejnë Hasanin, Hysejnin, djemtë e Aliut, disa Fatimen, por gjitha këto janë devijime të qarta dhe muslimani i cili ndjek Kur'anin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk duhet të bjeri kur në këtë kategori apo në këtë kurth, sepse është rrezik i madh. Për Aliun ka shumë tregime, historia e tij është e gjatë dhe unë nuk dua të zgjatem shumë se pastaj bëhem edhe i bezdisshëm, por se në pika të shkurtra i përmendëm këto gjëra, domethënë kush ishte ai, çfarë roli kishte, vlera që kishte dhe disa histori të vogla pikante nga jeta e tij apo në kohën e sahabëve dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj këta janë 4 halifët e drejtë që ka bërë dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka thënë el khulafa ar-rashidin mehdiin min ba'di. Pra halifët, 4 halifët e drejtë mbas meje. Dhe për këtë ka bërë dua pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka këshilluar që ndiqini këta. Sepse kur e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i thanë, o i dërguari i Allahut,
na jep një këshill që kjo të jetë gjithë përfshirëse apo gjithë përmbledhse. Që kjo këshill na mjaftojnë ti përmbledhë gjithçka. Dhe tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Taku Allah, që do të thotë keni frikë Allahun, me një frikë të vërtet. Dhe pastaj tha, ndjekja ime, më ndiqni mua, ndiqni, ka thënë, Kurani, librin e Zotit, ndiqni veprën time dhe të 4 halifëve të drejtë, mbas meje. Dhe ka thënë, kapuni fort mbas tyre, sikur do shtrëngoj dhëmballa, ka thënë një diçka, aq fort. Se e keni parasysh kur e kap dhëmballa diçka e shtrëngon fort. Ashtu ka ardhur në hadith. Kapuni fort me dhëmballë. Pse? Sepse më mbas thot, kush do të jetoj, do të shofi mosmarrveshje të shumta. Prandaj ju këshilloj të kapeni fort për sunetin tim dhe sunetit të 4, jo sunetit, po traditës, rrugës, të 4 halifëve të drejtë mbas meje, që ishte Ebu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu. Allahu qofti kënaqur me ta të gjithë. Prandaj këtu po e mbyll ligjëratën, nderuar vëllezër dhe motra, që mos ta harxoj dhe prej kohës tuaj. E lut Allahun e plot fuqishëm me emrat e tij të bukur, cilësitë e tij përsosura absolute na bëjnë ne për atyre që i ndjekin këta pishtar të rrugës drejtë. E lutim Allahun na drejtojë në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët Allahu xhelle xhelalu është i kënaqur, në rrugën e pejgamberanëve, në rrugën e shuhadave, dëshmorëve, në rrugën e të devotshmëve. E lutim Allahun të mëshirojë të gjallët tanë, të vdekurit tanë. E lutim Allahun të ndihmojë vëllezërit dhe motrat tona në Gaza, në Palestinë, t'ia vlerësojë atyre dhimbjet. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lutja në fundit është të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun Azza wa Jall, Zotin e botrave. Allahu ju shpërblet gjithëve me të mira dhe të pafundme dhe inshallah do të shihemi ligjëratat e ardhshme.